është një vend që nuk ka shumë turista. Po. Edhe ajo më ka interesu sa më shumë. Me pa një vend që nuk është hala, do më thonë, vend taman turistik, po sa më autentik, sa më real. Me pa se qysh jetojnë njerëzit aty. Edhe qysh ndodhi unë para do muj, tu shëtit jam konë në Portugali, njoftova do njerëz nga Venezuela, edhe jemi bo shok, më kanë thanë, nëse ki dëshirë me pa njëherë shtetin tonë, je i mirë se ardhen, hajde edhe na mirë presim edhe ta kalzojmë kretë. Në Portugali? Në Portugali kom njoftu para pak muj. Po. A nuk thanë ato shok që është rrezik apo ki kujdes? Më kanë thanë për shemëll, që e kanë pa me një konferenca i presidenti i Venezuelës, për ato që se din që qyshan situata atje pa hin detaje, e kanë presidentin e njajtë që 13 vjetë. Po. Mos me hinë ma fëllë. Komunist. Ashtë, politikisht është situata e vështirë atje. Po. Edhe më kanë thënë, e ka dhënë një konferencë për media që i kanë arrestu disa shqiptarë në Venezuela, edhe po thotë... Dhe është rrezik mafja shqiptare për shtetin tonë. Po. Konë shqiptarë në Venezuela në këtë kohë momentalisht është rrezik. Tani shok që të ftun prej Portugalie me ardhë në Venezuelë, e ditën që është shqiptar apo nuk e ditë? E kanë ditë, po më kanë thënë, hajde me pasaportin zvicran, edhe nëse të pyet policia, ti je zvicran. E nëse të pyesin në rrugë në kaje, ti je shqiptar. E pse të kanë thonë kështu? Policisë mi thonë jam zvicran e njerëzve thjesht mi thonë jam shqiptar. Njeri thjesht, ndoshta beson, menon që je i pasën edhe mund me të ndodhë diçka rrugëve, sepse Zvicra nifet si shteti pasën në botë. Pra, do më thonë, mi thonë shqiptar, jam i varfër, s'kam sa të më shpirti, vëllai jam sigur ju, edhe une. Ashtu. Pakra shumë më tregu që jam sigur ju, mos më prekni, se mi thonë jam zvicran, kanë menduar që ki. E mi u thonë policëve, atëherë kujtojnë që je i mafijës shqiptare edhe bon vakit që si problem.